Do të vazhdoj. Këtë çështje diskutojmë në blogun e parë, ndërsa të ftuar në studio kam derën ta kem mikun dhe kolegun tim gazetar Ardian Gazheri. Kënaqësi të jesh me ne Ardian. Faleminderit, kënaqësia ime. Miku i emisionit ton Zotri Veliu është sot me ne. Zotri Veliu, kënaqësi të kemi realisht edhe në studio se zakonisht jemi mësuar me pas lidhje direkte. Kënaqësia është ime. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë Zotri Veliu. Dhe në lidhje direkte normalisht edhe Zotri Çupin do donim ta kishim në studio, por më se kemi në lidhje direkte, po e shfrytëzojmë kështu. Kënaqësi të jesh me ne Zotri Çupi. Një herë tjetër atje, faleminderit. Zotri Çupi, po e filloj bisedën me juve, sot fillon fushata zgjedhore këtu. Si po e shikon këtë fushat? Po ndalen tek akuzat e ndërsjella apo rastësisht mbase keni hasur edhe në ndonjë person i cili flet për plan program? Thënë vërtetën e shikoj si një fushat që zhvillohet në një klimë mosbesimi. Ajo është tipike për klimën politike në Kosovë, është mosbesimi i ndërsjellët i disa palëve, një mosbesim shumë palësh etj. E para është një mosbesim i vetë, me sa ndihet, është mosbesim i vetë qytetarëve të Kosovës ndaj politikës. E dyta, shikoj aktorët politikë, shikoj se realisht nuk kanë besim në atë çfarë bëjnë. Do me thënë, edhe kjo i ka bërë më shumëti të rrisin të ngrenë tone, të shtojnë premtime të pa justifikueshme, të thonë, si me thënë parulla që realisht nuk kanë baza në realitet e tjerë. Mosbesimi është brenda për brenda vetë partive, praktikisht aktet që kreu opozita, ose jo gjitha opozita, por sidomos LDK-ja, me kooptimin e figurave të tjera jashtë partisë së saj, jashtë vetës së saj, tregoj se nuk ka besim në ato forca që kishte. Dhe ajo çfarë është që më bën më shumë të tronditëm është fakti se njerëzit nuk besojnë, ose si thuash aktorët politikë të perëndimit nuk besojnë se do ketë një zgjidhje ende në zgjedhjet që vinë dhe nuk kanë besim se Kosova politike po hyn në rrugën e integrimit dhe zhvillimit të caktuar europian. E qartë. Dhe Zotri Çupi do doja të kaloja tek Zotri Veliu këtu në studio. Zotri Lulzim, ju jetoni dhe veproni në Gjermani. Besoj që edhe votoni atje. Po patjetër. Krahasuar me një vend normal, si po e sheh këtë fushat parazgjedhore, e cila sikur se ka filluar paraprakisht, por që sot është dita e parë zyrtare? Po e para ajo që nuk është normal me vendet me demokraci zhvilluar, si që është edhe Gjermania, është se Kosova tani 2 vite i ka më tepër fushat se gjithçka tjetër. Pa brenda 2 viteve të fundit kemi vetëm fushat, po edhe një fushat linquese, një fushat urrëtie, fyrjes në mes të subjekte politike, në mes të personaliteteve, gjërat të cilat po reflektohen edhe tek qytetarët dhe po shkaktojnë edhe polemika edhe përqarje të shumta në mes të qytetarëve të Republikës së Kosovës, të cilët janë të ndarë për subjekte të ndryshme politike. Dhe unë uroj që kjo të ndalet sa më parë që është e mundshme, e mundësisht nga kjo fushat, për të kthyer te zgjedhjet në Gjermani. Të zgjedhjet në Gjermani, për shembull, fushata është këtë normale, pasi që zgjedhjet në të shumtën e raste janë të rregullta dhe një dallim të madh ndoshta do të kishte bërë këtu edhe tek pjesa e sistemit zgjedhor që ne e kemi në Kosovë. Për shembull, ne në zonën ku unë jetoj, janë të gjitha subjektet politike, mirë po çdo subjekt ka vetëm një kandidat. E ka kandidatin e asaj zone ku jetojmë ne. Dhe qytetari e ka shumë të vetëdijshme se kënd do e votoj. Ndërsa ne në Kosovë, tërë Kosova është në një zonë zgjedhore dhe votojmë për 10 kandidat brenda një liste që ka 110 emra. Pra, shumë nga qytetarët tanë janë të prirë që ti vëjnë
kryqin apo ti votojnë ata të parët, ndërsa ende pa e kuptuar se kush është në pjesën tjetër të listës. Kurse njëra nga gjërat e tjera të ne, sikur është bërë tradit që të votohen njerëzit më të zëshëm, njerëzit më të zhurshëm, e jo ata që sjellin programe, plane dhe projekte për zhvillimin e vendit dhe për të ardhmen e qytetarëve apo të zonave të caktuara të cilat ata duhet të përfaqësojnë. Dhe zotri Gaxherri, desha ta kem kështu një observim nga dy pole, nga dy këndvështrime, ai nga Shqipëria, nga diaspora që kemi zotri Veliu dhe dua të ndalem tek ti, zotri Gaxherri, ke dëgjuar diçka nga plan programet apo populli jon dhe në fakt politika jon po ja imponon popullit që të ketë të preferuar kandidat të cilët janë më të zhurmshëm, ata që e tha dhe zotri Veliu këtu në studio. Faktikisht, këto programet e partive politike do jenë vetëm të ricikluara, ose mund të themi të renovuara paka shumë, për shkak se për 2 vite fatkeqësisht ne jetën tonë dhe në Kosovën tonë nuk ka ndodhur pothuajse asgjë, ose fare pak, dhe prandaj një qasje tjetër strategjike dhe një partije do duhej që të kishte lëvizje të brendshme, por qoftë edhe të jashtme. Andaj ne nuk kemi shumë lëvizje brenda shtetit tonë dhe besoj këto programet vetëm do riciklohen dhe do paraqiten programet e njëjta. Ajo çka është e dhimbshme për neve si qytetar është se koha është shumë e shkurtër dhe asnjëra parti nuk ka kohë që ta elaboroj edhe sikur të ketë program. Po që ajo është zotësia partisë zotri Gaxherri, me elaboru, me ofru ofertën e vetë. Nuk është besoj arsyetimi dur me thonë nuk kena ku, pelinqojna kushtimisht, po them zotri Veliun që me mposhtë në zgjedhje, sepse për plan program flasim pas zgjedhjeve. A e kupton, është kriju një kultur tjetër e votusit, që ti me votu dikon së është i zëshëm, jo se ka një plan program me kontent. Pikërisht, ajo që duhet të ndodhë këti populli, këti vendi është që ne të votojmë programet, votojmë njerëz të cilët kanë dignitet dhe dije e guxim për të implementuar ato programe dhe jo të votojmë për premtimet ose për fyerjet të cilët i bojnë akterët politik ndaj akterëve tjerë. Andaj ne duhet të edukohemi në këtë aspekt, e për të edukuar në këtë aspekt është fare e thjeshtë. Vetëm lidhe për interesin personal. Po jo interesin personal me votën se t'i jap ai 50 euro, 100 euro, po interesin personal se s'ki rrugë, se s'ki kanalizim, se s'ki ujësqellës, se s'ki investim. Dhe për shembull, kur e lidhim me interesin, voton pastaj në mënyrë më objektive. Dhe kur e lidhim për interesin personal, për shembull në krah studimeve jem shkollu, jem zhvilluar edhe për trajner të futbollit. Zotri Kurti së fundi pranoi 20 stadiume të ndërtuara, të cilat mund të përfundohen deri në vitin 2030 nëse s'gaboj. Por çështja është që në 6 vitet e fundit, qeveria e Kosovës nuk ka arrit me përfundu as ndonjë stadium i cili është zhvilluar paraprakisht. Dhe duke marrë parasysh se ke qenë afër partive të cilat kanë zhvilluar, domethënë plan programe, mendoni se diçka që nuk është bërë, që 6 vite do të kalot për 20 herë në 4 vite të ardhshme? Pa dyshim që jo, janë premtime të hiperbolizuara dhe madje zotri Kurti fatkeqësisht duhet ta them se është kryeministri jonë dhe në çdo premtim ka dështu, asnjë premtim s'na ka mbajt për 6 vjet. Le të ma tregon dikush vetëm një premtim që e ka mbajt zotri Kurti, as pastaj unë do t'i zëbes zotrit Kurti. Zotri Kurti nuk e ka bu autostradën për Gjilan, nuk e ka bu autostradën për Dugaxhin, nuk e ka bu për Mitrovic. Ka 6 vite, asnjë projekt të përfunduar, stadiumi i Gjilanit nuk ekziston, stadiumi 5 nuk ekziston, janë qytete ndër më të mëdha në Kosovë dhe si doj ka me i bo zotri Kurti tash 20 për një herë, kur një ose 2 nuk ka mujt me i kry brenda 6 viteve. A si me i besu? Zotri Kurti po ashtu thot që do i bëj 5 diga për hidrocentrale. Kur do i bëj zotri Kurti? Që dorën zamër, më fal, tash Gaxher shumë mirë. Është një premtim shumë i logjikshëm, edhe shumë i mirë, edhe shumë i domosdoshëm për Kosovën, qoftë për nga zhvillimi i ekonomisë bujqësore, qoftë për nga mundësia e krijimit të infrastrukturës për ndërtimin e termocentralit të ri, sepse do të kemi ujë pastaj, por sa të realizueshme zotri Gaxherri, sa të prekshme. Këto janë të realizueshme me operacione, këto nuk realizohen me fjalë. Zotri Kurti i ka lekët dhe zotri Kurti duhet t'i filloj punët dhe të marri vendime. 400 milion, tha, do të kushtojnë këto 5 diga. Ka bre lekt janë. Problemi qëndron tek njeriu i cili nuk di të punoj. Nuk qëndron problemi se s'janë leket, se 4 miliardi kemi në gjep, në buxhet shtetit.
Me ato 4 miliard bën diga sa dush. Edhe i kryen shpenzime tjera shtetërore. Por problemi qëndron tek njeriu operacional. Njeriu i cili është në ekzekutiv, dallon prej atij që është në presidencë, për shembull. Presidenca mirret me politik, me fjalë, ndërsa me diplomaci, ndërsa kryeministri mirret me vepra, mirret me punë, duhet të jetë njeri teknik, njeri praktik, i cili ditë mirret me ato gjëra dhe padyshim Kroni duhet 2 gjëra t'i ketë. Guximin dhe dijen. Njëra në qoftë se mungon nuk bëhet. Mund ta kemi një zotri Kurti shumë të dijshëm, por në qoftë se është frikacak nuk bëhen, sepse ai duhet me vendos. Në qoftë se është i guximshëm e nuk ka dije, prap vendos keq. Andaj ne jemi me këtë person jemi në dilemë shumë madhe. Nga e thëna në të bërë një mali tërë, thot populli, por realisht nga këto thënje, çka mendon se është më e prekshme, ose çka ke dëgju prej premtimeve, zotri Veliu, pavarësisht prej partive, e cila do ka duk shumë konkrete, shumë e prekshme dhe shumë e nevojshme për qytetarën e Kosovës në këtë moment. Unë mendoj se... Sepse më falë, ende premtohet sovraniteti, përderisa KFOR-i ka sovranitetin e Kosovës përsipër. Subjektet tona politike janë të prira për premtime megalomane. Premtime që u pa shumë qartë që për 4 vite pushtet, 4 vite ishte mandati i plot, por në qoftë se marrëm në tërësi me pjesën e qeverisës në detyrë, pra po bëhen 6 vite që e kemi qeverinë në pushtet dhe investimet kapitale ka qenë të vogla fare, për mos thënë që s'kemi pas fare. Unë mendoj se elektoratin në Kosovë, qytetarët e Republikës Kosovës, duhet të ndalin dhe të ndjekun me vëmendje premtimet dhe programet dhe të votojnë ato programe dhe premtime që janë të kapshme dhe janë të domosdoshme për qytetarin e Republikës Kosovës. Pra, ju thoni mos mu lidh për një partije, mu lidh për një premtime dhe një person të cilë një besoni se e realizon premtime. Pa tjetër që për fatin tonë të keq një pjesë e madhe e qytetarëve janë të lidhur shumë me liderin edhe janë të lidhur shumë me subjektin politik. Mirë po, unë mendoj se gjërat e tilla duhet të i kalojmë dhe mbi të gjitha të jetë vendi, të jetë Kosova, të jetë qytetari i Republikës Kosovës para subjektit politik, para liderit partijak. Sepse ne çdo ditë po shohim që profesionistë të rinj që edukohen në Kosovë, po e lënë Kosovën dhe po vinë të ju në Gjermani atje. Shkojnë për vendet të ndryshme në Evropë dhe do të vini moment kur në Kosovë nuk do të ketë fuqi punëtore të mjaftueshme për ata që do të jenë të interesuar për të investuar. Dhe edhe pse Kosova është me një popullsi shumë të re në moshë, pra duhet plane konkrete, veprime konkrete, por edhe duhet të dënohen të gjithë nga elektorati, pra është momenti i qytetarit që duhet t'i dënoj ata që premtojnë e nuk veprojnë. Por, a është rritur vedia qytetare në vendet tona në përgjithësi, se jemi një zotri Qupi, që qytetari të votoj dhe ta ndëshkoj politikën përmes votës së tij, dhe të votoj plan programe jo persona në bazë të simpatisë personale. A pyetje interesante dhe është thelbësore në fakt për dyja vendet dhe për dyja shoqëritë dhe për dyja, si thuaç, fushatat e tjera, po me sa shikojmë, me sa vëmë re, në Kosovë praktikisht po kujdeset qeveria për të ndërtuar shtëpinë e politikës, jo shtëpinë e popullit, jo shtëpinë e të qeverisurve. E ky është shikoj, shumë dhelprake, shumë dinake kjo që po ndodh në Kosovë. Pse është dinake? Jo, populli është angazhuar me të që thoni ju për zgjedhje, do t'japim votën këtij atij, do të shikojmë në programet e tjera, por të gjitha zgjedhjet bëhen për të bërë zgjedhje të tjera. Domethënë, të gjitha zgjedhjet bëhen për të zënë kohën e qeverisë, që qeveria thotë jemi me zgjedhje, jemi me fushat, nuk kemi asnjë institucion. Është e treta herë që nuk ka institucione në Kosova. E çfarë do thotë kjo? Vallë, kjo do të thotë se nuk e dua institucione, nuk më konvenon institucione, sepse në institucion do të mbash përgjegjësi. Po. Duke mbajtur përgjegjësi, do të mbash përgjegjësinë e qerdhës, kopshtit, rrugës, ujit, hidrocentralit, energjisë elektrike etj. Kështu që prapë kjo gjë, domethënë kjo dhelpëri për të bërë zgjedhje dhe për të mos bërë zgjidhje për Kosovën është vërtet shumë e rëndë. Kam frikë, më falni që po e shpreh të frikë, që dhe zgjedhjet që po vinë
do të shtyjnë procedurat e zgjedhjeve dhe jo të zgjidhjeve për popullin. Pikërisht, ka është plotësisht drejt, zotëri Qupi, zgjedhjet nuk bohen për të zgjedhur disa njerëz, por për të krijuar zgjidhje, qoftë për shtetin, qoftë për popullatën e cila jeton brenda atij etniteti. Dhe ne ndërsa këto, kryeministri unë deklaron thotë po shkojmë në zgjedhje për të shkuar në zgjedhje. Është deklarim i kryeministrit. Do me thonë, kryeministri i Kosovës të tregon vetë dhe njerëz të votojnë një njeri që bën shaka me shtetin dhe me jetën tonë. Faktikisht. Një gjë tjetër të cilën do ta potencoja edhe zotri Veliu me shumë vend, është a ju kujtohet eksodin që promovonte Albin Kurti, duke na treguar se si po ikin kanë ikur 200.000 persona nga Kosova, si po zbrazët Kosova, por tash e 6 vite ne kemi zotrin Kurti kryeministër dhe në kohën e zotrit Kurti për këto 4 vitet e fundit kanë ikur 140.000 persona zyrtarisht. E që për mua jo zyrtarisht janë 300.000 minimumi. 300.000 persona ma pak. 120.000 janë zyrtarisht që kanë ikur nga Kosova. Dhe problemi që ndron këtu, zotri Rugova e ka thënë një shprehje të cilën duhet ta mbajmë mend. Kosova po njerëz nuk i duhet askujt. Po kthehem prapë te zotri Veliu. Kur ne kemi me pas mungesë të njerëzve, sidomos profesionistëve, ne kemi ashtu kështu kemi mungesë, vendi nuk do bëhet, sepse ne duhet me prodhu, me shit, me ble për njëri tjetër në mënyrë që më u zhvillu, edhe me thith investitorë të cilët kanë treg, edhe kanë fuqi punëtore. Ditëve të sotme, derisa flasim për fuqinë punëtore, legjislacioni i Kosovës nuk ta lejon që me i marr 50 punëtorë prej Egjiptit. Duhet me marr çdo ditë ka një, e nuk i thot emigracion, ndërsa 50 për herë e çuna emigracion. Thjesht jemi në një status quo të cilën duhet ta shfrytëzojmë për mirë. Është një shqetësim tjetër këto zgjedhje. E kemi një Albulena Agjiu e cila është në listë deputetëve. Dhe nesër pas nesër kjo zonja do zgjidhet deputete. Kush do jetë presidenti i Kosovës, sepse ne asnjëherë nuk kemi qenë në një situatë të tillë hipotetike. Sipas njohësve të kushtetutës thuhet që do jetë kryetari i gjykatës kushtetuese, por ne asnjëherë nuk kemi qenë ushtrues detyre dhe kryetarin e gjykatës. Pikërisht, edhe atë e kemi me ushtrues detyre. Dhe ne asnjëherë nuk e kemi qenë në një situatë të tillë. Thjesht i los shumë politikanët nga këtu dhe qytetarët po ashtu njëkohësisht që mos ta fusim Kosovën në qorrsokak se sakrifica jonë ka qenë shumë e madhe për këtë vend. Dhe ne historikisht e kemi sjell vendin deri në këtë pikë e pastaj e kemi zgbo vetë. Dhe do ndalem për një pyetje edhe për juve publik i dashur, ju që po na shikojnë në numrat mëdha në YouTube përmes të QR kodit në anën e djathtë ekranit tuaj, ju mund të bëni pjesë të sondazhit ku pyetja për ditën e sotme është si do të jetë fushata zgjedhore. Akuza apo plan programe zhvillimore, ju mund të zgjedhni në mes të opsioneve, votat vetëm sa kanë filluar dhe realisht të gjithë pothuajse ka një mendim të njëjtë, por do doja të dihet nga zotri Qupi. Zotri Qupi ka arritur ta përcjellësh klimën aktuale në vendin tonë, sa i përket formës se si po zhvillohet fushata edhe normalisht atyre javëve tensionuese pararendse që i patëm. Po, përgjithsisht po, unë jam i kujdesshëm, i vëmendshëm, jo i kujdesshëm, i vëmendshëm ndaj zhvillimeve në Kosovë. Pastaj është njësoj si të kesh vëmendjen me një ngjarje që ndodh në Durrës ose në Prishtinë. Jemi një kaq afër. E para, e dyta është një gjë që ndodh, ajo çfarë ndodh në Kosovë është dhe një lloj risie, është një lloj eksperimenti. Është një lloj, vjen keq se flas eksperiment, po jo në atë kuptimin që kush po eksperimenton. Po kush po eksperimenton? Populli po eksperimenton? Ja, kurse si populli nuk po. Po të lutem. Po do doja të thoja, po prandaj, do doja të thoja me plot gojen se në këtë rast me gjithë gjunahet që ka opozita, me gjithë mëkatet që ka inteligjencia, me gjithë gjërat që kanë universitetet, bi fjala, mediat e tjerë. Përgjegjësia e vetme është përgjegjësia e qeverisë. Qeveria është zgjedhur në atë vend, është votuar, është besuar e tjerë për të mbajtur përgjegjësi. Mban përgjegjësi që nga gjëja më e thjeshtë deri tek ndërtimi i institucioneve. Institucionet e hallakatura, siç u tha, deri tek pika që kryetari i gjykatës kushtetuese do të mund të propozohet si një president. Ku jemi? Jemi në luftë.
Ne nuk jemi në luftë për zgjedhur, vetëm në një moment tërmeti, në një moment sëmundje të rënda, në një moment shkatërrimtare, mund të ndodhë që shteti të zgjedhë në krye të vetë të zgjedhë kryetarin e gjykatës kushtetuese. Është shumë e rëndë për të mos vënë alarmin. Por duhet të bindet qeveria dhe i duhet thënë qeverisë, qoftë edhe me votë, i duhet thënë se përgjegjësia totale, pa diskutueshme, pa tjetërsueshme, është vetëm e qeverisë për faktin se mungon më vjen ta them, mungon shteti në Kosovë, mungon republika, mungon ligji, mungon stabiliteti politik, mungon qëndrueshmëria. Madje kur thatë jo kroni populli ka përgjegjësi. Populli është aq i mrekullueshëm sa që më në fund po e duron, sepse durimi është koncept demokratik, durimi është perceptim kombëtar, durimi është vlerë dhe po ai që abuzon mbi durimin është vërtet e pafalshme. Dhe kur jemi tek populli, kur jemi edhe tek subjektet politike, zotri Çupi besoj që e tha atë që duhet saj përket popullit, nëse s'keni ndonjë kundërshtim për veti pajton plotësisht. Populli ka dhënë verdiktin e tij. Populli i Kosovës e ka dhënë verdiktin e tij 2 herë brenda vitit kaluar. Ndërsa tash kjo është hera e tretë. A do të mjaftoj kjo hera e tretë, verdikti i popullit, që pastaj të krijohen institucionet? Sepse me këto balanca të numrave, zotri Veliu, pa ka shpresë, edhe me deklarimet sikur ai zotri Kurtit po shkojnë në zgjedhje për të shkuar në zgjedhje. Pastaj a bie kjo që politika realisht po përdor popullin deri kur vjen tek shifrat të cilat i konvenojnë matematikave tyre. Po, për fatin e keq, është ajo që po thoni edhe jo, se ata po përdorën, nuk po përdorën, po keq përdorën, pikrisht nga liderët e subjekteve politike. Populli i Kosovës në vitin që lan pas, i dha mandat 2 herë zotit Kurti dhe lëvizjes vetëvendosje për të qeverisur. Herën e parë kishte 43% dhe me një koalicion, me njërin nga forcat politike kryesore, mundë pa problem të zgjidhte presidentin, të krijon të institucionet dhe të fillon të punën e qeverisjes dhe të mos e humbnim ne miliona që vinë, qindra miliona që vinë nga Bashkimi Evropian, pra për rritjen e Bashkimit Evropian, fondet të cilat tani më Shqipëria dhe Mali Zi kanë akorduar qysh edhe pjesën e tretë të tyre, ndërsa Kosova nuk ka filluar ende, pra për shkak të mosbërjes së punës apo detyrave të tyre. Në 28 dhjetor të vitit që lan pas, qytetari i Kosovës i dha lëvizjes vetëvendosje 51%. I dha një shumicë absolute pra për të qeverisur vetë pa asnjë koalicion, pra pa pasur nevojë të pret parti tjera që t'i bashkohen për të qeverisur. Rezultat historik, historik është hera e parë në demokracinë e Kosovës, një subjekt politik të marrë kaq shumë vota dhe në fund të ditës të mos mund të qeverisë. Çka do të më bëu na më shumë? Po e qes fjalën, po e qes vetën në rendin e qytetarëve, sepse s'kam pas kur aspirata politike, jam një votues. Çka do të më bëu më shumë unë? Qytetari nuk ka tjetër çfarë të bëjë. Qytetari e kryen obligimin e tij ndaj atyre që mendon se duhet të drejtojnë me vendin. Mirë, po unë mendoj se ka ardhur momenti që qytetari i Republikës së Kosovës ti dënoj pikrisht ata që nuk punojnë. Po, për fatin tonë të keq, se ne gjithmonë po kapim të qeverisja dhe të lëvizja vetëvendosje me plot të drejtë, për arsye se është forca kryesore dhe si shumicë absolute e ka përgjegjësitë e tyre për të mos çuar vendin në kriza të vazhdueshme dhe në kriza të cilat po ndodhin tani. Që qytetari i Kosovës sipas ka votuar ata që nuk punojnë, sepse nuk është punë vetëm me realizu plan programin, punë është edhe me kriju institucionet, madje që ajo po dalë puna kryesore. Dhe kryeministri ynë, zoti Albin Kurti, e ka pasur të mundur që të zgjedh presidentin, të arrijë një marrëveshje me subjektet politike, të gjendet një emër konsensual, i cili do të ishte i pranueshëm për të gjitha subjektet politike dhe të vazhdonte të qeverisjen i vetëm pa asnjërin nga subjektet tjera politike. Mirë po, një gjë të tillë nuk e bëri. I ftoi fillimisht zotin Hamzaj, pastaj Abdi Xhikun, takimet
vetanake, pra me vetëm nga njërin subjekte politike që nuk qëj drejt zgjedhjes së presidentit, dhe dita e fundit, kur ishte afati i fundit për të zgjedhur presidenti, tërë ditën qëndruan në parlament dhe e bën fushatën e këtyre zgjedhjeve që ka zyrtarisht fillon sot. Pikrisht atë dit u bë fushat në çdo orë me konferencat e njëpasishme se po e presim opozitën të vijë dhe të na bashkohet për zgjedhur presidentin. Opozita në rastet të tilla nuk të vijë në parlament, se ata e dojnë një marrëveshje të cilën është dashur të prihet dhe të ftohet gjithmonë nga ai më i madhi. Mirë po edhe subjekte tjera opozitare kanë pasur mundësi veprimi që ndoshta do ta detyronin Kurtin që ose të zgjedh presidentin, ose të marrë fajsin edhe para simpatizantëve të tij, se sikur subjektet tona politike opozitare, flas këtu për Partinë Demokratike, Lidhjen Demokratike dhe Aleancën për Armërinë e Kosovës, pra subjektet politike parlamentare, të ishin në një gojë dhe të gjenin një emër konsensual që do të ishte i pranueshëm për këto tri forca, aty dërgonin zotit Kurtit, i thonin nëse don president është ky, ne do të vim në sallë, ai ose do të kishte zgjedhur atë president, ose do të merrte përgjegjësinë edhe para elektoratit të tij, edhe para simpatizantëve të tij. Mirë po një gjë të tillë, një veprim të tillë nuk e bëri as opozita. Pra pjesë të fajsisë e kanë edhe këta. Mirë po si gjithmonë i madhi është ai që ka obligime dhe kur jemi këtu te faji. Fajin më të madh. Veç është edhe një fjalë, it takes two to tango, do dë për mu bo tango me vallëzu, kështu që po. Fiks, ne e kemi një problem bazik. Njerëz që kërkojnë faj, nuk janë njerëz që krijojnë zgjidhje. Neve na duhen njerëz të cilët na japin zgjidhje. Fajet për masakrat, për gjenocidin Kosovë i ka Serbia, po që 27 vjetë Serbia nuk ka në Kosovë. I ka do pilivesa që i kalon këtu me na destabilizu në herë. Por janë të vegjël. Ne jemi shteti. Ne jemi të zotët e shtëpisë. Por thjesht, ne i kemi dhënë kuletën e shtëpisë në njeriu të cilit nuk i intereson për shtëpinë. Ajo është fatkeqësia jonë. Zotri Kurti ende del na thot 27 vite pas luftës, na mirret me populizmat, nacionalizmav, kur ne jemi të shku drejt Evropës dhe nacionalizmi sa më pak duhet të jetë në dozë për shkak se do futemi në një union dhe do funksionojmë sikur një entitet, do me thonë nuk mundemi me pas në ndasi, në këtë formë duhet më eduku populata. Në anën tjetër, ne duhet kemi një person jo i cili na tregon problemet. Problem më i madh është për mu që e kam energjinë elektrike shtrenjtë apo për zotrin Kurti. Unë nga zotri Kurti kërkoj që ajtë ma bëj energjinë elektrike lirë, jo të më tregoj ai mu se sa shtrenjtë e kam unë. Dhe zotri Kurti, këtë gjë, po e përdor shumë bukur për fatin ton të kesë si popull dhe si shtet. Sepse njerëz, psikologjia njerëzore është e prirur që momentin që ja thu problemin, e percepton sikur ndarjet e problemit. Dhe njerëz në një farforme, po e perceptojnë sikur zotri Kurti po ja u çan hallin. Por zotri Kurti s'po ja u çan hallin, se më ja u çajt hallin ja u bë zgjidhjen. Zotri Kurti veç po thirret në atë se kështu është, keq është. Po kush do e bëj mirë o zotri Kurti? Kush është kryeministri? Na tregon neve. Kemi probleme bazike, të cilat si popull duhet t'i luftojmë. Duhet ta kuptojmë një gjë, ne nuk duhet të jemi tifoz, jemi një popull i mrekullueshëm, edhe zotrin Kurti mirë që e kemi sjell. Se ka qeni vetëmi politikan pa provu. Të gjithë të tjerët që i kemi provu kanë qeverisur mirë deri diku. Dhe kanë pas stagnimet e problemet e veta. Dhe ka qenë koha që të vizë zotri Kurti. Por tash është koha që të shkoj zotri Kurti, për mendimin tim. 6 vite jeta jonë po shkon. Dhe neve nuk po na zgjidhet asnjë çështje. Pak më shumë se shkuarja apo ardhja e kujtdo që vjen në pushtet, po më intereson ato probleme të cilat do t'i trashëgojmë nga kjo fushat parazgjedhore. E që janë të ndryshme. Nëse s'gaboj edhe dje, kishte qenë dy tubime ose pardje afër njëri tjetrit në qytetin e Lipjanit, nëse nuk gaboj. Po më intereson nga gjerme po prej perspektivës tonë, duke marrë parasysh se jetë që 15 vjet një gazetar që i ka përcjell ngjarjet, i ka intervistu akterët nga tereni, nga vendi i ngjarjes. Mendon se ka hapësirë për me pas ndonjë incident, përdorim i armëve, gjuajtje me armë, si pasojë e fraksionalizimit, të cilin sikur po e nxit pjesa politike e vendit tonë. Kroni, më ke kthy një 22-3 vite mbrapa, fatkeqësisht ne e kemi jetuar këtë periudhë.
Prandaj edhe është pyetja. Në kohën e Partisë Demokratike e njëjta na ka ndodhur. Sepse ajo parti, akterët asaj, mos them ajo parti, mos tregu mas ignorant, por akterët asaj partie kanë përdorur gjuhën që po e përdor sot zotri Kurti, dhe ne kemi shku në vllavrasje. Dhe tash, çdo gjë e madhe bëhet nga gjërat e vogla, ne duhet ta dimë atë gjë. Nga një fjalë vjen edhe deri tek vrasja. Prandaj ne duhet të kemi ata lider që të na hapin diapazonin, na japin vullnet emotiv për jetë, e jo të na çojnë drejt trazirave, sepse gjua e urrejtjes, ajo dashuri nuk sjell vetëm urrejtje. Po. Dhe kur urrejtja akumulohet, ajo një ditë pelcet. Dhe nuk e dim kur se si mund të ndodh, dhe ato gjërat e shëmtura ndodhin brenda minutit, në qoftë se shohim për shembull hiç më largë se në Serbi, ja protestat e fundit. Dalin protesta një herë, 2, 3, herën e 4 digjet vendi. Ashtu duke u djeg vendi, futen njerëz plaçkitje, vjedhje, dikush vret, duke mbrojt mallin e vet, shtëpinë e vet, dhe kështu fillon një sa jena të rrezikum nga një gjë e tillë. Po faktikisht ne nuk jemi të rrezikum, sepse ne jemi një popull i cili kemi vujt shumë, dhe e dim që këtë që e kemi është e shenjtë për neve, sepse me shekuj nuk kemi mujt me ndërtu, por gjërat të vogla të cilat na ndodhin, na e prishin në rahatin jetësore, dhe pastaj jeta është me njerëz, nuk është me gjëra. Dhe kur ne shumë shpesh i gjykojmë perëndimorët. Themi janë njerëz të ftoftë. Pse ndodhin këto? Se kështu. Komercializimi dhe ndarja nga ajo shoqëroria. Dhe ne kur urrehemi, kur nxitim urrëtie, atë ndahemi. Ne po, ditën e djeshme kishim një vrasje në Bregun e Diellit, nuk besoj që ka forca të njësive speciale të policisë të Kosovës të rilokuara nga baza aty në Bregun e Diellit. Diçka që ndodhi pas problemit të zotri Sami Lushtaku dhe zotri Mehanës në Drenicë, pra kishte një problem, incident i rastit, për cilin pastaj u rregulluan e rregulloi policia e Kosovës. Ajo që më intereson me ditë mu, ndarja dy taborëve. Është një tabor për të cilin thuhet se e përdori policinë e Kosovës për ta provokuar Drenicën, ndërsa në anën tjetër janë kandidatët e PDK-s që adresoheshin me fjalët se Drenica është në shtet rrethim, unaza hekurt, përderisa policia e Kosovës me prezencën e saj në këndvështrimin tim paraqet vetë siguri. Çështja është, pse u dërguan policia e Kosovës atje, e para, edhe e dyta është, pse do duhej që ti adresoheshin ndaj policisë e Kosovës si shtet rrethim, unazë hekurt, kur Drenica është një prej trevave që ka luftu mas shumëti që ta kemi qatë policitë Kosovës. Po, është fakt që patëm një problematikë në Skënderaj... Duke patetike pak. Që vinte kryesisht pra nga politika dhe nga politik bërësit. Është e papranueshme që një zëvendës minister, asnjë njeri, po aq më pak një zëvendës minister, të thirret me të bëj thirrje të tilla si Sami Serbia. Mund t'i thush Sami hajni, mund t'i thush Sami është i korruptur, mund t'i thush gjithçka tjetër, mirë po Sami Serbia asnjëherë. Se pikrisht ishte ai që e ktheu pushkën Serbisë. Në kohën kur ky ish ministri nuk e dim se ku ka qenë, se sikur të ishte pjesë e ushtrisë lirimtare, do të ishte aty dhe nuk do t'i folte këto fjalë. Edhe pastaj thirrjet apo shkuarja e policisë në çdo rast mirët se po vjen nga pushteti. Sipas disa informacioneve që kam, nga disa njerëz që njoh në Drenicë, për fatin e mirë nuk ndodhi ajo që ka mund të shkaktoj, të kishte problematika shumë të mëdha dhe do të shkaktonte probleme. Sami Lushtaku ishte ai vetë që shkoi dhe u dorëzua në polici. Po ai për ato institucione ka luftu. Po pikrisht. Çështja është me qenë se zotri Lushtaku shkon dhe dorëzon policinë e Kosovës, pse të tjerë duhet me shujt shtet rrethim, kur vet akteri kryesor i kësaj ngjarje ka pranuar shumë. Që dërgimi i gjithë atyre forcave, i gjithë asaj njësie speciale ishte pak i egzageruar. Ishte egzageruar.
për fatin tonë të mirë ka kaluar mirë, uroj që gjërat të tilla mos ta përsëriten, edhe ne Pra, dikuj sipas asaj që po kuptoj ngjarën politike, por edhe juve si mediave të merremi më pak me gjëra të tilla dhe jo ta kuptoj, më fal zotri Veliu, nga kjo që po thoni ju, unë po kuptoj një frymë qetësuese, një frymë vllazërimi, ofrimi të shtetërorëve. Çfarë po folni ju? Kjo është dëshirorja. Ju po folni dëshirorën. Unë nuk po flas dëshirorën. Unë po flas nga ajo që po lexoj nga ajo që thoni ju. Pra, sipas asaj që po kuptoj nga ajo, i bie që dikujt i ka konvenuar të dërgoj policin dhe të ketë eksese në Drenicë. A bënun... Për të vazhduar atë, do më thonë që unë do të kisha dëshiruar shumë që fushata nga sot të orientohet drejt programeve, të lëmë fyrjet, se fillimisht është parë që fushata e subjektit politik që është në qeverisje, në një farë forme është e drejtuar shumë kundër njerëzve të ushtrisë lirimtare, kundër asoj lufte, edhe pse brenda tyre ka një numër të madh që kanë qenë pjesë edhe vinë nga familjet e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Dhe të ndalen gjërat e tilla sepse ushtria çlirimtare e Kosovës është diçka e shenjtë për qytetarin e Kosovës dhe për të gjithë shqiptarët kudo që janë. Ajo e bëri ndryshimin historik, ndryshim që politika e sotme e asaj e kaluara nuk ka arritur ta bëj. Ndryshimin që e ka bërë ushtria çlirimtare. Dhe ne për këtë arsye këtë ushtri duhet ta ruajmë si të shenjtë dhe në asnjë formë tjetër nuk guxojmë ta gjykojmë. Kujt i konvenon denigrimi dhe përbuzja UÇK-s? Po, ne e dim që kujt i konvenon, cili shtat? Konvenon vetëm Serbisë, dhe askujt tjetër. Andaj mos punoni për Serbinë, miq të nderuar. Leni politikë UÇK jashtë politikës. Gjykata speciale jo rastësisht është ndihmuar nga prokuroria e Serbisë vetëm për ta denigruar atë ushtri dhe atë luftë të popullit shqiptar të Kosovës. A është ky çmimi që po e paguajmë për interesa personale, denigrimin e pjesës më të artë të historisë së Kosovës për një grusht vota, zotri Çupi? Keni thënë shumë mirë, keni thënë kaq saktë sa s'ka ku të shkoj më, po unë doja të thoj edhe doja të shtoja pak një gjë që se po thuhet në studio që duhet të votojmë për programet, për alternativat e tjera. Nuk ka programe. Kjo është fatkeqësia. Domethënë sa kohë që s'ka programe, sepse programet janë të përsëritura, është e treta herë që përsëritet të njëjti program dhe vetëm se të themi vetes kot që kemi programe. Po kjo dëshmon për një, si me thënë, për një vakum, për një egërsi shumë të madhe me cilën do merret politika. Me çfarë do të merret? Dhe ju keni shumë të drejtë që paralajmëroni që të mos na ndodhë në gjë nga këto të rënda. Dhe nëse do ndodh për shkak të boshllëkut politik, për shkak të boshllëkut të alternativave, për shkak të boshllëkut të ideve. Dhe do të ndodh për shkak se ai që mban pushtetin, ai do të kërkoj të mbaj pushtetin edhe me dhunë deri edhe në masa ekstreme. Që do të thotë se mbajtja e pushtetit me çdo kusht ka mbrapa një skenë shumë të rëndë zhvillimesh. Do thotë se ke 3 herë që ke bërë zgjedhje dhe ke krijuar 3 fishin e vakumit politik, ekonomik, social për vendin. E gjitha kjo do të na çojë në një moment, në një rezultat ku do kërkohet kush e ka përgjegjësinë, padyshim, dhe për të mos e treguar këtë përgjegjësi, kam frikë se do kryhen akte të dhunshme, të cilat do ta çojnë atë që thatë dhe ju, do ta çojnë gjithë ujin e mullirit, do ta çojnë në Serbi dhe në armiqtë e Kosovës. Kjo është e rëndë. Dhe është e drejtë kjo të mendohet në këtë formë që po thotë zotri Çupi, zotri Kaxherri. Pa dyshim, zotri Çupi në analizën e vetë si zakonisht është shumë i qartë dhe është bazik në ato që duhet të dihen pa tjetër. Ne kemi një kryeministër i cili fondet e qeverisë ose fondet e shtetit i përdor për vota. Në anën tjetër, kemi një kryeministër i cili aparatin shtetëror ose të dalim tek policia që në botë njihet aparati dhunës, veç ta sqaroj që mos ta marrin për keq. A nuk njihet i rendit policia sepse lem ta sqaroj këto. Për me u njoftë i rendit duhet me qenë vend demokratik.
Me na si me vend demokratik? Demokraci në letër, me demokraci realitet, është si nata me ditë, kur ja dërgon. Njësinë speciale për 2-3 shuplaka boksa sa Milushtakut, e njëjtën natë ndodh vrasja në Prishtinë dhe si ketë 2 polic të trafikut, me i dërgu se lere ma hetus, atër diçka nuk është në rregull, do me thonë ti po e përdor policin për të kryer punët politike. Pse? Në rast se do ndodhe një incident me policin, kush do ishte fituesi politik? Kjo është çështja. Vendosje. Pse do të ishte? Sepse imazhi i krijuar i Sami Lushtakut është gogoli. Veç pa, Gazher. Ata e kanë bërë Sami Lushtakun gogol. Ti po mendon që tash ai gogoli pe sulman. Veç ta bëj pyetje. Ktu kanë dashur në nxjerr. Ti mendon që vetëvendosja për do vota mundet me inicu një problem në mes të policisë Kosovës edhe simpatizantëve të një subjekti tjetër? O po, ata asë që vënd dyshim kroni. Ne kemi 2 vjetë status quo me njeri unë me 50%, po kjo nuk e di ku në qëfar vendit botës mundet me ndodhë. Sinqerisht, kjo është shumë e të mërshme për neve që për në ndodhë. Edhe tjetër është që ne ja kemi dhonë mundësin, ne jemi popull i mirë, ja kemi dhonë mundësin, e kemi edhe një kratë forë që s'duhet me arru që janë mërgjimtarë tonë, diaspora jonë. Ata janë edhe më të vedishëm se ne. Po jo, se tash mërgjimtarë pëtojnë a mos dvinë. Ka zëra që pëtojnë ata po na i prishin balancat politike, mos dvinë me votu. Më falë veç pak, Gazher, që t'jemi kjartë. Mesh, ne nuk jemi që jo diasporat mos vende në Kosovë. Thjesht po i komentojmë zërat e të tjerëve, të cilët thonë se Kosova po i prish balancat politike në vendin tonë. Ne duam diasporën, e kemi edhe në studio diasporën, jo rasisht sot, dhe do doja të di zotri Gazheri se çfarë mendon për këtë çështje. Kjo do t'jetë pyetja ime e fundit. Normalisht zotri Veliu s'mund të kaloj nga kjo pyetje. Kroni, besoj që durimi është parimi më i mirë që njeriu mundet me pas në jetë. Dhe diaspora shqiptare ka durimin sepse jetojnë në një vend të zhvilluar dhe demokratik, për gjitha vendet e Evropës po flas, edhe për Amerikën. Dhe ata presin që zotneu ta bëjnë ndryshimin, po ky s'po e bën ndryshimin. Dhe ata ne nuk jemi njerëz që lexojmë mendime, por ne duhet të kuptojmë kulturat. Dhe kulturat shtetërore për shembull të Gjermanisë, kur ja ka dhënë mundësinë, ja jep mundësinë edhe me dështu. Jo vetëm me pas sukses. Dhe diaspora në këtë rast, bashkë me neve ja kemi dhënë zotrit Kurti mundësinë. E kemi pa që zotri Kurti është një stagnues në çdo aspekt, dhe diaspora padyshim se do ndryshoj. Ne kur gjë mos pasim sot kemi rrjete sociale, po i shohim të njëjtit njerëz të cilët kanë qenë pro zotrit Kurti, sot janë kundër tij. Jo pse kanë dëshirë, përkundrazi. Se të gjithë do e përkrahnim zotrin Kurti, do t'i merrte edhe 100% si shka pas dëshira edhe s'do bënte prap asgjë. Sikur të bënte diçka, do japshim edhe 99%. Por tash ata do ndryshojnë mënyrën e gjykimit, sepse nuk kanë jetë as ata as familjarët e tyre për të humbur, dhe do e kthejnë votën diku tjetër. Ta kanë thonë 42%, ta kanë thonë 51%, 51% prap ti s'po don ç'a me bëmo me ty. Zotri Veliu, çka me bu me ta? Edhe fillimisht para prakisht po më intereson me ditë çysh niheshti kur e dëgjon për shembull Kronin këtu nga kjo studio me thonë zotri Veliu nuk ka të drejtë të votojë në Kosovë, ai jeton në Gjermani, sepse zotri Veliu përfaqëson diasporën sot brenda kësaj. Jo, unë mendoj se nëse qytetarët e Kosovës kërkojnë që diaspora të mos votojë, është një gabim i madh. Pse? Se ne e dim të gjithë kontributin e diasporës shqiptare. Nuk po flas vetëm për diasporën e fundit, të cilës si takoj edhe vetë, por në të gjitha periudat e historisë tonë kombëtare, diaspora shqiptare ka luajtur një rol të veçantë. Për të kthyer te historia e fundit dhe te ushtrisë lirimtare të Kosovës, ku një pjesë e mirë e ushtrisë lirimtare të Kosovës kanë qenë pikërisht djemt që kanë ardhur nga diaspora. Dhe në qoftë se e marrim me statistika numri i pjesëmarrësve në ushtrisë lirimtare, proporcionalisht me numrin që jetojnë në Kosovë dhe atyre që jetojnë në diasporë, mund të dalë që pjesëtarët e ushtrisë lirimtare kanë qenë më shumë që kanë ardhur nga diaspora. Proporcionalisht po flasim me numra. Proporcionalisht po flasim me numra. Dhe sot të kërkohet që atyre t'ju mirët e drejta e votës është e papranueshme. Biles, unë jam i mendimit se institucionet e Kosovës duhet që diasporës jo vetëm t'ja japin drejtën e votës, por t'ja japin edhe të drejtën për t'u votuar dhe për t'u pasur vendet e rezervuara në parlamentin e Kosovës, si që është në shumë parlamente. Pasi kjo do të ishte forma ma e mirë për menaxhimin e kësaj vote. Ura?
Mbase forma me vendet të rezervuara në parlament, do të ishte forma më e mirë menaxhimit të votës diasporës. Patjetër, edhe për vetë njerëzit që jetojnë në mërgim, rastet të tilla kemi edhe në rajon, për shembull Kroacia ka disa vende të rezervuar në parlamentin e tyre, pra për diasporën e tyre, e pse të mos e ketë edhe Kosova. Mirë, zotri Qupi, në këtë pikë po ju mbes borxh, ne kishim hapur edhe një sondazh përpara sa të fillonim këtë blog dhe të gjithë ata që na kanë parë në rrjetet sociale kanë votuar nëse ka mundësi regjia edhe një herë të ma jap sondazhin në këtë ekranin kneja, po në ekranin madh nuk ka problem. Si do të jetë fushata zgjedhore? Me plan programe thuhet, apo programe thuhet se do të jenë 20%, ndërsa akuza 80% votojnë. Zotri Gaxherri, shumë shkurt. Po, pa dyshim kronin, kjo është... Realiteti? Dita mirë shihen të sabat, që thoj. Fatkeqësisht. Po e shohim fatkeqësisht, po e shohim që ka vetëm gjutur rrejtjes, vetëm akuza, dhe i lutë shumë qytetarët e Kosovës që të votojnë me vetë dije, me arsye, jo me emocion, se nuk po votojnë për klub të futbollit, po për njerëz që kanë me na udhëheq 4 vite. Qarë, zotri Veliu? Patjetër thirrje gjithë dhe qytetarëve të Republikës Kosovës që mos binë prej e thirrjeve të subjekteve dhe të liderëve politik, por të thrasin mendën të ndjekin programet dhe të votojnë njerëzit që janë afër tyre dhe që i njohin personalisht, pra të shkojnë në personalitete, mundësisht që të ndrohet kjo klasë e atyre deputetve që po na qojnë në zgjedhje par zgjedhje. Pra, mbreta subjekte politike janë 110 emra, 110 mundësi, pra për të eliminuar ata të cilët na pruan në këtë situatë dhe për të sjellë figura të reja që do të jenë më të përgjegjshme kundrejt votës dhe përgjegjësisë. Le të shpresojmë, duket sikur nuk i besojmë në plan programe fare shtetar të Kosovës. Zotri Qupi, një koment për shkurt, për fund në fakt. Doja të thoja atë që thatë dhe ju, dhe më thënë, njerëzit kanë kuptuar që nuk ka programe. Dhe njerëzit kanë parë që ka akuza dhe ka fjalë pa fond. Kjo është papranueshme për thënë vërtetën në një situatë si në Kosovë. Por ky votim duhet të kthehet në një refleksion për politikën dhe për ata që marrin pjesë në zgjedhje. Shiko, nuk është përgjegjësia e publikut. Publiku ka këtë përgjegjësi, të tregojë të vërtetën. Dhe ja që e tregon, jam 80% që merr me akuza. Çështja është a voton të vërtetën, zotri Qupi, se shumë mirë po e tregojnë, pa e votojnë. Po, ja që edhe e votojnë, nuk kanë se shbëjnë. Përgjegjësia, nëse ka ndonjëherë përgjegjësi dikush 5 veta në Kosovë që merren me politikë, duhet të reflektojnë kësaj here, duhet të reflektojnë dhe të mos mjaftohen vetëm me faktin që po fitojmë zgjedhjet ose po zgjedhim presidentin. Jo, Kosova ka krijuar grop të madhe, gropa të mëdha dhe i duhet shumë punë për të plotësuar gjërat që kalon pas. Zgjedhje për të gjetur zgjidhje apo zgjedhje për të shkuar në zgjedhje, kjo është dilema të cilën do ta kuptojmë vetëm me kalimin e kohës. Kjo është edhe fundi i këtij bloku. Zotri Qupi, faleminderit që ishte me ne, zotri Veliu, kënaqësi t'ju kishim në studio dhe zotri Gaxherri, shumë faleminderit që ishte me ne në studio. Kjo ishte edhe tëra sa i përket këtij bloku, shkëputemi me publicitet dhe rikthehemi e merremi me vrasjen e dëshme